Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Egli dhe Redoni vazhdojnë romancën që lanë përgjysëm në Big. Bigu ka përfunduar, por buja rreth banorëve vazhdon akoma. Ndër personazhet më të përfolur të këtij sezoni është këngëtarja Egli Tako. Ajo tërhoqi shumë vëmendje jo vetëm për lojën e saj, por edhe për lidhjen me Gjestin, një tjetër banor i shtëpisë. Përveç kësaj, Egli u komentua gjerësisht edhe për afrimin e shpejt me Redonin, djalin e këngëtares së njohur Gili. Kujtojmë që Redoni qëndroi vetëm pak ditë në shtëpinë e famshme dhe vendosi të largohej së bashku me nënën e tij me dëshirën e tyre. Her pas here Redoni ka dhënë sinjale që mund të jetë duke e pritur Eglin jashtë shtëpisë, por me hyrjen e Gjestit duket se dinamika ndryshoi. Së fundmi, dy foto të postuara nga Redoni dhe Egli kanë trazuar rrjetin. Ajo që ka rënë në sy është përdorimi i të njëjtit emoj në story të publikuar në të njëjtën kohë. A është ky një sinjal që Egli ka hequr dorë nga Gjesti dhe tashmë është në krahët e Redonit? Kjo mbetet për të parë pasi asgjë nuk është konfirmuar ende.